Do të ndalojmë sot me lejen e Zotit Xhelel Xhelaluhu ke njëta temë që ne e bëm xhuman e kaluar, sa i përket çështjes së martesës. Fakt do të trajtoja disa pika në lidhje me martesën. E para është se martesa konsiderohet në besimin ton adhurim. Pra, martesa si fenomen është adhurim. Pra, adhurim do thotë që ti shpërblehesh tek Zoti, krijuesi i gjithësisë, për këtë veprim që ti po bën. Biles dietarët e përmendin dhe thonë se kush është më e mira, që njeriu të angazhohet me adhurim dhe ta praktikojë martesën apo të martohet. Patjetër që më e mira është që njeriu të angazhohet njeriu të martohet, sepse angazhimi me adhurim është dobi që i takon ose është e kufizuar vetëm tek personi, kurse martesa dobia tij është më e madhe. Është tek personi dhe këtë tjerët. Pra, dhe dobia e martesës është një fenomen i cili përfshin shumë gjëra. Prandaj profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, edhe pse kur u ndesh adhurimi me martesën, profeti Ali sallallahu alaihi wasallam i dha përparësi martesës. Kur erdhi një personi që i tha profetit Ali sallallahu alaihi wasallam, pra që i tha Aishës se si ishte i dërguari i Allahut, tha unë nuk martohem me qëllim që ta adhuroj Zotin. Dhe profeti Ali sallallahu alaihi wasallam reagoi menjëherë duke thënë që unë jam prej atyre që martohem. Dhe kush i shmanget sunetit tim, ai nuk është prej meje. Pra kush i shmanget rrugës së profetit Ali sallallahu alaihi wasallam, ai nuk është prej meje. Sepse martesa konsiderohet adhurim. Dhe këtë fenomen ose këtë adhurim e kanë bërë të gjithë profetët e Zotit. Është natyrë njerëzore ku të gjithë profetët e kanë bërë një veprim të tillë. Dhe Zoti Xhelel Xhelalu na tregon neve në Kur'an në shumë ajete kur flet për profetët e tij, tregon dhe për bashkëshortet e tyre dhe për fëmijët e tyre, e kështu me radhë, për treguar se fenomeni i martesës është adhurim realisht. Gjithashtu ka ardhur hadithin e profetit Ali sallallahu alaihi wasallam për treguar se të qenurit i martuar, domethënë ka atë mirësinë, ka begatin dhe ka sevapin. Ku një sahabi i nderuar, ku profeti Ali sallallahu alaihi wasallam po thoshte që sadeka është ku njeriu ka marrëdhënie intime dhe me bashkëshorten e tij. U habit një sahabi i nderuar, thotë i dërguari i Allahut, ku që si ka mundësi ose si ka logjik të ketë që konsiderohet sadeka, ku njeriu i vjen epshi dhe ai e çliron epshin e tij në këtë mënyrë pas ka sadeka, tha profeti Ali sallallahu alaihi wasallam po. Nëse ai njeri do ta çlironte epshin e tij në një rrugë të ndaluar, a nuk do të ishte haram? Tha po. Atëherë, në këtë rast, ai e bëri në rrugë të lejuar, që Zoti Xhelel Xhelalu na ka treguar dhe në këtë rast konsiderohet sadeka. Pra që do thotë, edhe marrëdhëniet intime me bashkëshorten është sadeka. Pra që do thotë është adhurim. Prandaj dhe profeti Ali sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në këtë rast që martesa është adhurim. Dhe distancimi ose largimi prej martesës, njeriu që do thotë nëse i ka mundësit, ai merr gjinaf. Pra ai është prej mëkatarëve dhe gjinaqtarëve të cilët kanë mundësi, qoftë fizike. Pra i ka mundësi të gjitha dhe ai nuk e arrin do ta realizojë këtë, ose nuk dëshiron ta realizojë, patjetër që konsiderohet mëkatar në këtë rast. Pra, e para që në këtë pjesë të martesës është se martesa si fenomen konsiderohet adhurim. Jo thjesht një tradit ose thjesht ne themi një fenomen kulturor që e kanë është e domosdoshme. Duhet patjetër që njeriu ta bëj këtë fenomen, pra martesën, sepse martesa konsiderohet adhurim dhe njeriu në momentin që e bën këtë fenomen, ai shpërblet tek Allahu Xhelel Xhelalu se ka bërë një gjë që ka ruajtur veten e tij, derin e tij dhe patjetër që ka hapur një tradit mirë në shoqërinë. Sepse njerëzit në momentin që nuk martohen do të gjenë rrugë të ndaluar. Edhe ata po i mshojnë sot kësaj. Do thënë,
Po i ngjojnë në forma të ndryshme, dikush thot kam të dashur, dikush thot unë bashkëjetoj. Të gjithë këto janë forma jo islame, të ndaluara rrepsisht. Konsiderohen imoralitet. Konsiderohet një fenomen që prish pastërtinë dhe natyrshmërinë e pastër të njeriu të fesë. Nuk konsiderohet të bashkëjetosh me një femër se quhet martesë, nuk është martesë. Edhe pse ata i mshojnë dhe i japin emra të kësaj natyre, por nuk konsiderohet martesë. Martesa është ajo që neve na ka tregu Zoti xhel xhelalu në Kur'an, pashtu dhe profeti alayhi salatu sallam në hadith duke na treguar shumë qartë se martesa do thotë është një miratim midis dy personave të çiftit me miratimin e familjeve ku e marrin vesh të gjithë dhe janë pjesë në trashëgimni apo në çdo gjë në atë që ato posedojnë. Pra, kështu konsiderohet martesa. Kurse bashkëjetesa ose se nuk do të marr dhe të analizojmë se ç'është bashkëjetesa, se kjo çështje ose mund ta analizojmë kjo por në një ligjërim tjetër, por bashkëjetesa do thotë një marrëdhënie me kontratë midis një mashkull dhe një femër për një afat të caktuar dhe më pas secili shef jetën e tij. Jo, nuk funksionon kështu. Absolutisht. Martesa është hynore, kurse këto lloj formash janë djallëzore, nuk kanë lidhje me atë që Zoti i lartë madhëruar na ka orientuar dhe na ka këshilluar. Pra, profeti alayhi salatu sallam na ka treguar ne se martesa në këtë rast është adhurim. Pra, në momenti kur njeriu e bën një fenomen të tillë, pra e bën një gjë të tillë, pra një martesë, do thotë se ai shpërblet tek Zoti xhel xhelalu dhe merr dhe ka kontakt ose ka shpërbim dhe sevap gjithmonë që ai vazhdon kjo jetë bashkëshortore në mënyrë shumë të bukur deri në fund. E dyta gjë që doja të përmendja është se ai person i cili martohet është i ndihmuar prej Zotit xhel xhelalu. Pra që do thotë ai njeri i cili martohet, atë do ta ndihmoj Zoti xhel xhelalu, do ta pasuroj Allahu xhel xhelalu, do t'ia lehtësoj jetën Zoti këtij njeriu. Ka ardhur një hadith profetit alayhi salatu sallam që përmend dhe na tregon i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam këtë gjë dhe thotë: 3 persona është obligim nga ana e Zotit, që Zoti askush nuk e obligon atë, po ai vetë ja ka obliguar vetes. Thotë 3 gjëra Zoti ja ka obliguar vetes se do t'i ndihmoj ato drejt për së drejti. Thotë njëri prej tyre, thotë profeti alayhi salatu sallam, thotë ai person i cili martohet për të ruajtur ndershmërinë e tij. Ai person i cili martohet për të ruajtur ndershmërinë e tij. Pra, profeti alayhi salatu sallam po na tregon se Allahu xhel xhelalu ka premtuar se do ta ndihmoj atë njeri i cili martohet për të ruajtur ndershmërinë e tij, do ta ndihmoj. Dhe ndihma e Zotit është nga më të ndryshëm, por nuk po trajtojmë këtë çështje, po ideja dhe logjika duhet kuptojmë se ai që martohet do të ketë ndihmën e Allahut xhel xhelaluhu. Dhe kur njeriu martohet për të ruajtur veten e tij, për të ruajtur nderin e tij, për të bërë një obligim dhe për të bërë një adhurim, patjetër që Allahu xhel xhelaluhu, thot profeti alayhi salatu sallam, do ta ndihmoj atë, qoftë fizikisht, qoftë moralisht, qoftë shpirtërisht, qoftë dhe materialisht. Pra, nga të gjitha format do ta gjej dhe do ta ndjej ndihmën e Zotit në të gjitha mënyrat. Ka një hadith tjetër profetit alayhi salatu sallam ose një ajet kuranor ku Allahu xhel xhelaluhu nxit besimtarët që të martohen dhe në fund fare thot in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Nëse ato janë të varfër, Allahu do t'i pasurojë. Pra që do thot njeriu duhet kuptoj që martesa, në momentin që njeriu e bën martesën për të ruajtur veten e tij, do të kuptoj se Allahu xhel xhelalu do ta ndihmoj, do ta pasuroj. Nuk do të jetë pengesë e martesës se unë s'kam punë, nuk do të jetë pengesë e martesës se unë s'kam asgjë. Për sa kohë njeriu përpiqet, për sa kohë njeriu mundohet, për sa kohë njeriu është aktiv, nuk është parazit. Pra nuk është njeri i cili është dement, por është njeri që përpiqet, pastaj punë të rrezikut janë të Zotit xhel xhelalu. Ka shumë njerëz të cilët përpiqen, dikush Allahu ja hap, dikush kanë çështje që i takon Zotit.
Ama ti si besimtar, në këtë rast do të kuptosh se në momentin ku njeriu martohet, do të thotë se Allahu xhël xhelalu do t'i pasuroj këta njerëz. Pra do t'i ndihmoj këta njerëz. Pra ai i cili martohet, Allahu xhël xhelalu do ta ndihmoj atë njeriu. Thotë Abu Bekri radhiyallahu anhu, sahabi i nderuar, thotë binduni Zotit në atë që ju ka urdhëruar tek martesa, thotë që ai të realizoj premtimin e tij. Dhe kush është premtimi i tij? Që t'ju pasuroj. Pra, binduni Zotit, xhël xhelaluhu, në atë që ai ju ka urdhëruar tek martesa, pra i bën thirrje të rinjve që ju, të cilët i keni mundësitë për t'u martuar, bëjeni veprim. Pra, martohuni, bëjeni këtë që Zoti xhël xhelalu ju ka urdhëruar, se Allahu do t'ju japi atë që ju ka premtuar. Dhe kush është kjo në këtë rast? Është martesa, është pasuria. Një sahabi i nderuar tjetër thot, Ibn Mesudi radhiyallahu anhu, thot, kërkojini pasurinë tek martesa. Dakor, njeriu mund të ketë vështirësi, njeriu mund të ketë sfida në jetën e tij. Por me lejen e Allahu xhël xhelalu e bën Zoti i lartë madhëruar, kur njeriu martohet, e ka vendosur që pasuria ose mirësia do t'i vi këtij njeriu në momentin kur ai do ta bëjë këtë fenomen, ne nuk e dim. Prandaj momenti kur njeriu martohet, Allahu xhël xhelalu i hap një portë të re, i hap një risk të ri. Vjen dikush me një risk të ri dhe i hap Allahu xhël xhelalu mirësi, bereqet dhe begati. Prandaj profeti alayhi salatu sallam na tregon në këtë rast që personi i cili martohet, njeriu i cili martohet, Allahu i lartë madhëruar do ta ndihmojë atë njeriu. Dhe do ta ndihmojë nga të gjitha aspektet. Do ta ndihmojë që ai do të jetë i qetë shpirtërisht. Do ta ndihmojë që ai do të jetë i ndershëm, pra do ta ruajë ndershmërinë e tij. Do ta ndihmojë atë njeriu i cili do ta ndihmojë duke e përballuar jetën, duke i dhënë atij pasurinë, ose duke ia shtuar rrezikun këtij njeriu. Pra, do ta ndihmojë atë njeriu që ai realisht do të kënaqet dhe do të gëzohet me ato mirësitë, me fëmijët, me begatit që Zoti xhël xhelalu do t'i japi. Pra do të thotë, martesa të pasuron nga gjitha aspektet. Pra martesa është një fenomen që Zoti i lartë madhëruar e ndihmon robën e tij. Ai person i cili nuk martohet, do thotë, nuk e ka ndihmën e Zotit lartë madhëruar sa i përket këtij fenomeni. Pra që do thotë, ai person i cili e ka mundësinë të martohet dhe nuk e realizon, dhe nuk dëshiron ta realizojë këtë gjë, dhe e braktis ose e neglizhon, në këtë rast do thotë që ndihma e Allahu xhël xhelalu është me ata të cilët e marrin këtë përgjegjësi, mundon ta realizojnë, Allahu do t'i ndihmojë. Pikë tjetër që duhet të ketë parasysh ose që i përmendin dietarët, që ke martesa, thot, përsa kohë njeriu është i ruajtur nga haramet, nga të këqijat, para martesës do të jetë aq i lumtur pas martesës. Do të jetë shumë i lumtur pas martesës. Pra, raporti i lumturisë së njeriu pas martesës është me raportin e pastërtisë të këtij njeriu para martesës. Pra, sa më i pastër, sa më i ndershëm ti je para martesës, aq dhe më i lumtur dhe më i begat do të jesh pas martesës. Tregojnë dietarët që janë bërë edhe sondazhe të ndryshëm tek njerëzit dhe kanë treguar që ata të cilët kanë pas një lidhje para martesës dhe kur janë martuar nuk e kanë pa atë lumturinë, nuk e kanë pa atë harmoninë, nuk e kanë pa atë i themi qëndrueshmërinë e martesës për shkak të atyre probleme që kanë pasur para. Pra, do të thotë që njeriu sa më i pastër, sa më i ruajtur të jetë para martesës, Zoti i lartë madhëruar do t'i japi atij mirësi dhe begati dhe lumturi pas martesës. Pra që do thotë njeriu do të jetë i kujdesshëm dhe të rit sidomos që nëse dëshirojnë të kenë një martesë të lumtur, një martesë të begat, duhet që ta ruajnë veten e tyre para martesës. Pra, mos të mashtrohen, mos të zhgënjehen dhe të jenë të kujdesshëm
që ta ruajnë pastërtinë e tyre me qëllim që kjo lloj pastërtie të japi rezultatin dhe suksesin dhe begatinë dhe lumturinë pas martesës. Pikë tjetër që e përmendin dietarët është që ne nuk duhet të jetë ose besimtari duhet të jetë i kujdesshëm dhe kundër atyre sloganeve të cilët flasin, artikulohen dhe që i ngrenë shumë që shiko para se të martohesh, ti duhet ta kesh, tu duhet dish se si duhet veprosh, çish duhet të jetë marrëdhëniet intime, duhet kesh lidhje para martesës që të mësohesh, ose nëse s'ke lidhje duhet të shikosh disa skena të kësaj natyre, gjë që e rrëzojnë ose e dëmtojnë lidhjen e personit. Pra, do të thotë që në këtë rast, gjithë këto artikulime që bëhen me këtë logjikë që ore duhet kesh lidhje para martesës me qëllim që të mësohesh, di se ti afrohesh bashkëshortes, di se sepse ke pas një të shkume, kjo nuk është e vërtetë. Nëse heci me këtë logjikë, ne do themi që Zoti Xhelel Xhelaluhu martesën e ka bërë pjesë e natyrshmërisë njeriu. Pjesa e natyrshmërisë njeriu do thotë që njeriu janë disa gjëra që Zoti ka bërë pjesë natyrës që nuk ka nevojë që ti të para përgatitesh se si do të kesh një marrëdhënie intime. S'ka logjik. Si ta kuptoj më qartë? Pra është si puna e dikujt që ti do i mësosh atij si të haj ushqim. E ka bazohet, është pjesë e natyrës. E mësoi ai barkun e tij dhe e mbushi. Pra që do thotë ai do ushqehet. Ose ajo fëmijë, momenti kur lind dhe me njëherë thith qumësht. Kush e mësoi atë të thithi qumshin? Nuk e mësoi askush, po e ka vendosur Zoti natyrshmërinë e njeriu që kjo nuk ka nevojë për mësim, nuk ka nevojë për trajnim. Këto lloj fenomene, thjesht këto janë fenomene për ta degraduar dhe degeneruar rinin, por nuk ka nevojë që ai të shohi apo të ketë një lidhje paramartesore që dijë se si të veprojë. S'ka lidhje. Allahu Xhelel Xhelalu kur e krijoi Ademin me Havan, dishin ishte pjesë e natyrshëm që ata u bashkuan, pjesë e natyrshëm që ata u bën me fëmijë, pra ishte pjesë e natyrshmërisë. Pra ato gjëra që Zoti i ka bërë pjesë e natyrshmërisë, nuk ka nevojë që ti vesh theksin se si duhet funksionojë. Funksionojnë vetë. Ajo që vjen theksi për gjëra të tjera të cilët ka nevojë njeriu që të informohet, ka nevojë njeriu që të mësojë, ka nevojë njeriu se si duhet të ketë lidhje midis çiftit, kush janë ato detyrimet, kush janë ato obligimet, kush janë ata gjëra të cilët ama momenti që i artikulohet apo i vjen theksi, shiko duhet dish se si ti qasesh, kjo nuk është këto janë gjëra private që mund të ndodhi midis familjes brenda, pra është shumë sepse është natyrshëm që do të thotë kjo lodh, nuk ka nevojë për një trajnim shumë të madh. Prandaj dhe këto lloj artikulimesh apo slogane që na dalin, shiko, duhet rinia të informohet se duhet të ketë i land mësimi se si duhet funksionojë landa ato i thonë landa e seksit, se si duhet funksionojë kjo marrëdhënia intime, nuk është e nevojshme kjo, sepse këto kanë qëllime të tjera dhe nuk kanë qëllime informimi, thjesht qëllime degenerimi, sepse atë që Zoti e ka vendosur pjesë e natyrshmërisë së njeriu, nuk ka nevojë të trajnohet për këtë çështje. Ai ka nevojë të trajnohet për gjëra të tjera të cilët realisht si duhet ta ndërtojë një familje, si duhet ta themeloj institucionin e familjes e kësaj natyre. Por që të hyjë në këtë pikë, kjo nuk është e nevojshme. Tjetër gjë që përmendin dietarët është se besimtari duhet të ketë parasysh ose ai djali i ri që martohet, duhet të ketë parasysh se në momentin kur njeriu martohet, viti më i vështirë që mund të hasi në jetën martesore është viti i parë. Pyetja është po pse është viti i parë? Që ai mund ndjej ose mund të ketë vështirësi, sepse viti i parë do thotë viti i përshtatjes. Pra që do thotë ke pranuar njëri ndryshe nga ty, e cila apo i cili vjen nga një kulturë tjetër, nga një familje tjetër, nga tradita tjera, nga një ekonomi tjetër. Pra që do thotë janë shumë gjëra të ndryshme që vjen dhe çifti mundohet çfarë të përshtatet. Viti i parë është viti i themi viti i vështirë, për të gjetë ato mënyrat ose ato gjërat e përshtatura me njëri tjetrin. I shef sot që të vjen keq që sa martohen
Viti i parë është viti që në përgjithësi ndodhin martesat, ose të shumtat e martesave në vitin e parë, ose muajin e parë, muajin e dytë, ose muajin e tretë. Se nuk gjen atë gjuhën, ose mendon ai apo ajo se e do ashtu siç e jo. Kjo kërkon kohën e vet, kërkon atë durimin, kërkon sakrificën. Prandaj neve radhës që kaloi tham që ai personi i cili do të ndërtojë një familje, duhet të ketë parasysh, e para duhet të ndjej përgjegjësi, pra është përgjegjësia ajo. E para, e dyta, duhet pranosh sakrificën. Dhe e treta është duhet kuptosh të ndryshmen. Pra atë që po vjen ke ty është ndryshe. Pra do thotë që ti duhet ta pranosh se ai është ndryshe apo ajo është ndryshe, që të gjihet gjuha dhe për të gjetë mënyra apo forma për të përshtatur dhe për të bashkëjetuar në këtë martesë kërkon kohën e vet. Pra nuk ka pse të nxitohet sa martohen çifti, gjëja e parë që bëhet, menjëherë nuk e gjen atë që i mendon ose gjeni diçka ashtu menjëherë shkojnë fjala e parë, që ajo është e fundit që duhet dalë është ndarja. Avash, nuk funksionon martesa në këtë logjik. Nëse se kuptove që duhet kuptosh se ai që po vjen ndryshe, edhe kërkon që ti të përshtatesh, kërkon durimin, kërkon kohën e vet, që ti duhet të lesh afat edhe vetes, edhe personit që është tjetri ose tjetra që gjen derisa ta gjen atë mënyrën ose atë se si funksionon atje, do të ketë jetë gjatësi. Viti i dytë është pak më i lehtë se viti i parë, viti i tretë kështu me radhë derisa thonë këta të cilët merren me shkencën e këtyre, thotë vjen një farë kohe që edhe çifti, nga që kanë një jetë gjatësi bashkë me njëri tjetrin, fillojnë dhe i përshtaten ose i përngjajnë shumë njëri tjetrin. Pse se nga që jetojnë bashkë. Pra ideja është që Islami këtë qëllim ka. Islami ka qëllimin që njerëzit momenti që martohen mos të reagojnë me ndarjen, por edhe nëse nuk ka gjëra të cilët ti nuk i pëlqen, ka gjëra tjera shumë që ti do t'i pëlqesh, po kërkon kohën e vet, kërkon durimin, kërkon sakrificën që kjo lidhje të jetë lidhje sa më e gjatë. Prandaj e përmendin dietarët duke treguar se viti i parë është viti i themi viti i parë i martesës është viti i vështirë për shkak se do të ndeshesh me një njerëz që drejt ndryshe, me kulturë ndryshe, me ato tradita që e ka patur ose me huqet që patjetër duhet kuptohen gjatë kohës dhe duhet gjesh edhe mënyrën apo formën që ti përshtatesh me qëllim që kjo lidhje mos të shkëputet. Prandaj dhe e përmendin dietarët e këtë rast që njeriu duhet të jetë i kujdesshëm. Kërkon durimin, sepse qëllimi i martesës nuk duhet dhe besimtari duhet të kuptojë që në momentin kur ti martohesh, mos mendo se do gjesh atë që ti mendon ose ajo që ti mendon apo ai që ti mendon do të vi me kalimin e kohës. Do të vi duke u përshtatur, duke u përmirësuar, duke u kthjelluar, me kalimin e kohës do hiqen ato pengesa dhe do përshtatet më shumë njerëzit me njëri tjetrin. Por nuk mund të kalohet nuk mundet dot që në muajin e parë apo me ato muajt e parë apo vitin e parë, momenti kur ti nuk gjeni diçka të përshtatshme, kthehesh menjëherë ke çështjet e ndarjes. Ne kemi shumë njerëz apo shumë vëllezër të cilët momenti që janë nda ose momenti që janë martu, janë martu, nuk e kanë kalu as 2 javë, apo 1 muaj, apo 2 muaj me njëherë janë nda. Dhe kur i sheh, thot uzum nëse gjërat të cilët realisht janë shumë banale ose shumë të thjeshta që nuk funksionon, nuk bëhet ndarja për gjëra të tilla. Ndarja është gjë e madhe. Dhe kur njeriu ndahet, do thotë duhet të ketë një arsye shumë të madhe dhe shumë të fortë dhe shumë serioze që ti ta bësh i veprim till. Po jo të shkosh menjëherë kur ti nuk përshtatesh dot me diçka dhe të arrish kalosh në këtë fenomen, pra ti të funit ta kthesh ke e para. Prandaj dhe Zoti Xheli Xhelalu kur na tregon ne këtë lidhje familjare, thotë nëse ti nuk përshtatesh ose ke mos marrëveshje me bashkëshortet, ka këshilla, ka dialog, ka diskutim. Momenti që nuk funksionon dialogu, përhapet ajo, se prandaj lidhja është martesa. Pse funksionon ato prindit, vëllezërit, fisi, familja, pra nga familja e ngushtë fillon dhe bëhet nga familja më e gjerë, futen gjithë këto aktorë në lojë me qëllim që të rregullohet, me qëllim që të pajtohet, me qëllim që të funksionon lidhja. Se kjo është kuptimi i logjikës familjes.
Pra që do thot, momenti kur njeriu martohet nuk do thot lidhet ai vetë personalisht me personin tjetër. Jo, lidhen dhe familjet, afrohen dhe fiset. Pra, do thot që është diçka më e madhe dhe më e shenjtë se kaq. Prandaj edhe në këtë rast nuk mund të reagosh apo të tregosh më një herë ti atë të funit ta kthesh në fillim. Më pas Zoti Xhelel Xhelalu thot, momenti që nuk ka ose mas një dialogu ose diskutimi që ato kanë me njëri tjetrin dhe nuk funksionojnë, futen të tjerë aktor në këtë proces me qëllim që të pajtohen. Pastaj ka një para se të shkojë skendarja, ka një lloj bojkoti, i themi, brenda llojit çiftit. Dakor, ne jetojmë i familje, po nuk po rrit dot aty afër te me qëllim që të funksionojnë, reflektojnë secili prej tyre që prit se nuk funksionon kështu. Do të afrohemi kështu me radhë. Pra që do thotë njeriu pra besimtari momenti kur martohet do të kuptojë se viti i parë është viti i vështirë. Pra, po kaloi ky vit, avash përshtaten e kështu vazhdon përshtatja e njerëzve me kalimin e kohës derisa alhamdulillah do të kemi një familje të suksesshme. Se erdhi koha namazit, elusim Allahun e lartë madhëruar që na bëj për atyre besimtarëve të cilët i kuptojnë ndalesat dhe urdhëresat e fesë tonë dhe mundohen që ta praktikojnë fenë në jetën e tyre të përditshme. Zoti ja shpërblet, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta.